Miq Prizmës, kanë ditë që sillen e përsillen në Partinë Demokratike dhe vetë Berisha mundohet të tërheqi Tërkuzën, një qerrje e cila nuk funksionon edhe sigurisht faji kryesor i mos funksionimit të kësaj qerrje është e tij, por duke mos u mësuar ta pranojnë fajin, duke u mësuar të thotë gjithmonë ai ka të drejtë, tjerët kanë gabime, duke mos pranuar kur humbje, duke mos pranuar kur faje. Sigurisht mundohet bëj edhe politika tërkuzheqëse, tërheqëse, të zvarrites gjithmonë politikisht për të bërë të mundur pastaj justifikimin fundi. I gjithë momenti historik i Sali Berishës është fundi i çdo lloj betejë që humb. Dhe që thot më vodhën, më grabitën, një narkoshteti, kriminela, komunista e tjerë, nesër. Po, kësaj radhe ai do që t'i shtoj edhe një element tjetër. Provuam që të bëjmë me aleatët një bashkim të ndershëm, të sinqert, edhe nuk ja dolëm. Mund t'jetë edhe ky faj. Mbasi nuk kanë nxjerrë asgjë vetëm, sepse nuk do ose ka frikë të nxjerrë për shembull Vjollca Vokshën, e cila ajo e programuar që të shkojnë në Këshillin e Evropës e të pështyjnë mbi Shqipërinë, këtë bën ajo. Siç pështynte për imperializmin amerikan, shoku Enver që vizitonte çdo 8 nëntor gjyshin e saj, bie Vokshën. Se këta janë familje persekutuara, familje jo komunistas, po përfitues të jashtëzakonshëm të komunizmit. Gjyshen e Albana Vokshit, shoku Enver ka dashur më tepër se anën e vet. Për atë nuk i binte shumë në mend, ose i binte pak, megjithëse i kishte ngjarë. Për bie Vokshin, po, dilte, bënte fotografi me të lavdroshme të 8 nëntor, 29 nëntor, të tilla data. Pra atë ka për të shtyrë me Shqipërinë, për të përmendur për shembull atyre në Evropë që kështu ka thënë State Departamenti, dhe kështu ka thënë një revistë, gazetë nga Hondurasi. I thot atyre në Evropë, i bën ata sikur s'din asgjë për Shqipërinë, dhe janë out komplet dhe ja tregon kjo Vjollca. Pastaj nuk do që të nxjerrë edhe Flamur Nokën, sepse atë e ka për të ndezur zjarre për të urrahur, për të sulmuar foltoren aty dhe për të gjuajtur, bashkë me Gazmend Bardhen, i cili është i profilizuar të humbi. Bashkë me atë Ali Zotin, i cili bën fantazi intelektuale për piano dhe orkestër. Këta tipat nuk i ka. Jack Margan, i cili mezi i shkojnë mbrapa mjeditorët e vetë, jo ma të shkojnë edhe tjerë. Në këtë mes, ai apo deshet të zirte Josefina Topallën për Tiranë. Në Shkodër e ka marrë 1000 sa vota, në qytet ka marrë edhe pak, po në Shkodër qark. Jo ta nxirte në Tiranë se sa vota merre. Të gjithë to përpara Manastërliut, pa ai e din që nuk është Manastërliu ajo që do të votojnë në Tiranë. Është Edi Rama dhe Partia Socialiste, dhe këta jo vetëm që s'kanë të ndenjurat, përballen, por edhe sikur të kenë, i kanë të squllura, edhe të qullura njëkohësisht. Pastaj, sigurisht, atë, nuk e di, atë, Ezmeri nuk e, sikur nuk përja zë goja, thot, që u përball dikur me Elon Velin. Ali Mehmeti nuk do, ajo Tabakja nuk do, sepse mezi doli deputetit, tash i dorëzoi dhe mandatin e deputetit, sikur nuk shkon puna. Arjan Kalan, ajo e meriton fakt ta nxjerrë, sepse ajo është luftarake, kështu, del fotografi me pistoleta, do vrasim këtë, do rrethojmë atë, do hedhim dinamit këtë, i bën këto punë. Kësaj mjafton t'ja japësh me proces verbal dinamitet, pastaj fillon e hedh në Herkullat, vetë Ramën, nuk e di se çfarë bën. Basa e nxjerr dhe këtë për trimlira. Nuk e di, djalin e Fariballiut, që çka ka djali i Fariballiut, këtë do të isha dakord për shembull. Mund ta nxjerrte. Nuk e di ja fitonte, por mund ta nxjerrte. Po pastaj dalin edhe këta
të tjerët që duan që të bëjnë diçka, dhe që është Florian Binaj për shembull, është komediant, e marrin akoma në Shqipëri e marrin kështu si me dyshim ose si metalli. Ai nuk e ka metalli, nuk do të tallet. Ai bën komedi në Portokalli ose në për emisione e veta. Po këtë e ka seriozisht. Dhe të kanë harruar që ka komedian që kanë bërë dhe punën e tyre. Aktore, komedian. Njëri më i madhi është ai Zelenski, super komedian është. Për shembull ka një komediant, koleg të Binajt, është kryetari i bashkisë i ndjekur dhe i përndjekur nga Spaku në Kolonjë. Nuk është hera e parë. Ka njerëz stil. Komediant ka qenë dhe Beppe Grillo. Me 5 Stelle. Super komedian. Në fillim ishte një boom. 5 Stelle shkoi 25% të votave në Itali. Sot sigurisht nuk është ajo, por nuk ka një komedian. Me komedianin aq ishin. Pastaj bisedohet edhe për element tjerë të afrimit. Për shembull një sorosist si Ermal Hasimja, i cili tha po e pranoj. Ai do të bëj punën e vet. Ose një gazetare si Syrit TV, e gjata që shkonte për të bërë reportazh ke vilat e Ilir Metës edhe Monika Kryemallit. Ermal Hasimja është vërtetimi që Sali Berisha sigurisht e ka pasur është njeri i Sorosit, sigurisht është njeri i katapultuar edhe person i Sorosit, por që e kishte këshilltar Sali Berisha në 2005. Normalisht nuk ka si gjë të keqe, po vërteton atë që Sali Berisha i ka me fjalë të punët e anti-Sorosit, këto janë marrëzirat e tija. I shfrytëzon që ka pas zakon gjithmonë Berisha t'i bëj gjëra, por ai mbetet i tillë, është pjesë e fondacionit, pjesë e katapultimeve, pjesë e mendimit specifik, filozofik dhe politik sorosian, e asaj bote e cila sigurisht i ka bërë dëm të madh botës, dëm të madh politikës së Shqipërisë, sepse ngriti televizione, zotroi të gjithë shtypin, zotroi gjithë politikën, nga e djatha në të majtë, nga e majta në djathtë, lartë, poshtë, sipër, të gjithë ishin pothuaj sorosian, i edukoi. Sorosi ka perandorinë e jashtëzakonshme në Shqipëri, në këtë Shqipëri kështu, këtij niveli, nuk e di kush mund të jetë më keq, mbase Kosova, që nuk dinte gjë. Po Shqipëria u dukte sikur bëhej moderne me Sorosin, por në të vërtetë nuk ndodhi asgjë gjë tjetër se kaloi nga moderniteti, kaloi në imoralitet politik dhe gazetaresk. Nëpërmjet Sorosit ne kemi politikën pothuaj më imorale dhe më amorale, po dhe media njësoj. Domethënë media bashkë me politikën janë edukuar, formuar, formzuar nga fondacionet dhe dhuratat edhe studimet edhe katapultimet e Sorosit, sa është shumë e vështirë që t'ja nxjerrësh nga gjaku, nga ADN-ja, nga eshtrat, nga syt, nga hundët, të gjithë sorosizmin që kanë. Është vështirë. Thotë sa doj Sali Berisha anti-Soros, atë janë gjithë produkti i Sorosit. Ka ardhur në pushtet nëpërmjet Sorosit në 2005, i kishte gjithë sorosisht ata që i vuan. Kopin e gjithë në radhë, bijin e dhëndrin e atë që la për ta zëvendësuar shoqen e tij, një dorë njerëzish aty të cilët ishin produkti i Sorosit e edukim i Sorosit. Kështu është edhe Ermal Hasimja. Kush do të dalë para? Askush nuk ka për të dalë para. Betejë për Tiranën kësaj radhe është betejë e mbyllur që nisi. Sali Berisha nuk do që të thotë që po humbi unë. Do të gjej arsye, përveç arsyes së zakonshme që ka në Ivollën, në komunistat, narkoshtetit, përveç kësaj kërkon edhe një arsye tjetër. Dhe arsye tjetër është që, shiko, ju bëra qefin edhe zgjodhët ju, tash ja u lashi të zgjidhni ju, herën tjetër mos kërkoni që të zgjidhni ju më, do të vendosi unë gjithmonë. Nuk është se kur ka vendosur Berisha nuk kanë humbur. Berisha i vendosi gjithta edhe humbën. Por ai do të shi një alibi tjetër. Ja, nuk i kam vendosur unë, prap keni humbur. Që herën tjetër mos ta diskutojnë më njerëzit zgjedhjen për zgjedhjen, vendosjen, katapultimin që vetëm ai di të bëjë.
Sigurisht, nuk ka për të pasur as kohën, nuk ka për të pasur as forcën, ka përqendruar në përzyrë. Partia Demokratike e sotme, me një plak 81 vjeç, rri shumë në përzyra, pavarësisht se është akoma i fortë dhe lviz. Por është parti zyre tashmë. Është parti burokratës edhe kajmekamësh për rreth Sali Berishës dhe sillen aty. Nuk është se ata veprojnë në bazë, ata nuk dinë asgjë se çfarë mendimi dhe si funksionon. Shajnë patronazhista këtej, por Partia Socialiste me patronazhistat e saj di se çfarë është gjendja politike dhe di se ç'ndodh, po të votohet në çdo moment të caktuar, në çdo periudhë të caktuar, në çdo vend të caktuar. E di këtë punë sepse patronazhistat nuk janë shpikje e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Janë shpikje perëndimore prej 30 vjetësh. Këtë nuk do tash që do që t'ja hedhë syve militantëve që ata të egërsohen, idiot, militant pa dhënë gojë, njerëz të hurit të litarit, cilët sigurisht bën 1% të Partisë Demokratike, po 3.000 tjerët. Kur i shef ata, çdo demokrat largohet sepse nuk do të njësohet me ta. Ata përbëjnë, është një ekzistencë gati, është bionivoke, është një bashkë ekzistencë midis krokodilit dhe zogut që i pastron dhëmbët. Është në simbioze e jashtëzakonshme e leadershipi, e establishmenti maskaraj, i korruptuar edhe asgjëbërës, përfituesi i jashtëzakonshëm i Sali Berishës dhe familjes tij, edhe militantët që janë zogjtë e vegjël që u pastrojnë dhëmbët e krokodilit. Krokodili nuk i ha ato, sepse do që t'i ketë dhëmbët e pastra. Pastra gjithmonë, vazhdimisht, t'i ketë në preta, t'i xhixhullojnë nga pastërtia dhe nga gjendja e mirë e tyre, sepse vetëm kështu ai jeton rehat. Ju duhet, militanti i vogël që vërtet ju largon njerëzit normal të Partisë Demokratike, ata të cilët nëse do të bashkoheshin, nëse do të organizoheshin, nëse do kishin leadership tjetër, nëse nuk do ishte Sali Berisha, sigurisht do kishin krijuar një forcë politike më dinjitoze, më alternative, më e sigurt në vendimmarrje, më e plotësuar dhe njëkohësisht e reaguar për sa i përket edhe fajet dhe gabimeve që kanë bërë deri tani, në përballje me demokraci, me pluralizëm. Duke mos e lënë më që të shkojnë deri në një përfundim absurd, por që është i vërtet, eliminimin plotësisht pothuajse si forcë politike të partisë. Dhe unë do kisha dëshirë që të haj këtë goditje, të një bashkënjeshme, që të vedë mend dikur ose të shtrohet në mënyrë të qartë ekzistenca ose mos ekzistenca e saj. Unë kam dëshirë që ai qorri me majtizmin e vërtet ti përballë dy të majtave të shëmtuara që bëjnë të djata, që janë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, të marrë 20.000, 30.000 vota në tjera. Njerëzit shkojnë e japin votat vetëm e vetëm për të respektuar jo kaq shumë ideologjitë e atij djalit dhe filozofitë e tij, sigurisht që unë nuk jam me ato lloj filozofish, po s'ka asgjë gjatë keqe, edhe po t'jesh, absolutisht. Ajo është e majta normale. Por për të treguar që shiko, edhe një alternativë që mund mos jetë e pëlqyeshme, është shumë më e mirë kur ndryshon nga ajo e korruptuara, nga ajo e degraduara e Sali Berishës dhe familjes tij, që për fat keq kanë pronësuar pllakosur Partinë Demokratike dhe që sigurisht i bëjnë shërbimin më të madh Partisë Socialiste e Edi Ramës e të gjithëve atë. Dakord, miqtë e mi?